Lëngu i rozmarinës, sekreti që shëron çdo sëmundje, ja si ta përdorni. Rozmarina ka një shije dhe aromë të pashoq. Emri i saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të ambisave shqiptare. Qytetrimet e lashta e konsideronin rozmarinën një barishte të shenjtë. Rozmarina ka vlera dhe përfitime të mira për shëndetin. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur gjithashtu me ushqyes të dobishëm për organizmin dhe shëndetin e njeriut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përdorimet të tilla të kësaj bime mund të përmirësojnë qarkullimin e gjakut në tru, të ndihmojnë në rritjen e përqendrimit dhe të lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e shëndetit tuaj në mënyrë të përgjithshme. Ekspertët tregojnë se përfshirja e rozmarinës në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Jo më kot, studime të ndryshme kanë konsideruar atë një prej produkteve më të vlefshme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Rozmarina është një bimë premtuese dhe praktike, që mundësisht mund të japë përfitime të larmishme për mbrojtjen e shëndetit. Mund të përdoret në forma të ndryshme dhe rëndësia e madhe ushqyese do ta kthejë atë në një prej produkteve më të rëndësishme edhe në vlerat që i duhen shëndetit tuaj. Ajo mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe kundër rënies së flokut dhe kujtesës së dobët, gjithashtu edhe kundër thinjave. Çaji i rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur për të stimuluar ushqyer dhe për të rritur përqendrimin dhe flokun tuaj. Por si të përgatisni çajin e rozmarinës për të marrë përfitimet e saj të rëndësishme? Përbërësit që ju duhen për këtë recet janë një filxhan me qumësht, një deg rozmarine thatë dhe një lugë gjedhe rozmarin të thatë dhe një lugë çaji me mjaltë. Ndajini degin e rozmarinës në copa dhe hidheni në tenxhere me qumësht dhe lini të ziejnë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe lini të qëndrojë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet ta përzieni lëngun vazhdimisht. Shtypni copat e rozmarinës me lugë që të lëshojë një aromë të fortë për të çliruar vajrat esencial. Shtoni mjaltin dhe çaji është gati. Rozmarina është një bimë që mund të rritet lehtë në shtëpinë tuaj sepse ka nevojë për pak përkujdesje. Ajo mund të japë përfitime të larmishme për mbrojtjen e shëndetit edhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Historia e çajit të rozmarinës është po aq e lashtë sa edhe vetë bima. Kjo barishte është përdorur që në lashtësi për të dhënë njeriut një kujtesë shembullore. Rozmarina konsiderohet si një recetë ideale kundër mostretjes, dhimbjeve muskulare dhe problemeve me gjymtyrët. Acidi saliциlik që gjendet te çaji konsiderohet një paraardhës i aspirinës. Kjo është një arsye pse çaji i rozmarinës është shumë i suksesshëm në parandalimin dhe trajtimin e artritit, kundër mikrobeve dhe bakterieve të ndryshme. Çaji i rozmarinës është i pasur gjithashtu edhe me substanca që luftojnë mikrobe dhe bakteriet. Këto përbërës e bëjnë çajin ideal kundër problemeve të lëkurës. Por cilat janë vlerat shëndetësore që do të merrni nëse përdorni gjithashtu edhe çajin e rozmarinës? Ai mund të ndihmojë edhe në forcimin e trurit. Çaji i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe rrit gjithashtu performancën e tij. Kështu përfitimet e tij mund të jenë një zgjidhje mjaft fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Çaji i rozmarinës përmban antioksidant të fuqishëm që mbrojnë shëndetin e trurit dhe lehtësojnë edhe komplikacionet e tij. Çaji i rozmarinës është i mirë kundër erës së keqe të gojës. Nëse vuani gjithashtu nga era e keqe e gojës, pasi keni larë atë, atëherë duhet të përdorni çajin e rozmarinës në përditshmërinë e recetave tuaja. Pini një gotë çaj çdo mëngjes përpara se të dilni nga shtëpia dhe thuajini lamtumir erës së keqe të gojës. Personat që kanë irritime të mishrave të dhëmbëve si pasojë e larjes me furçë të fortë, tashmë mund të kenë një zgjidhje ndaj rekomandohet çaji të konsumohet edhe pasi keni larë dhëmbët. Çaji i rozmarinës është shumë i mirë për njerëzit që vuajnë nga problemet respiratore. Ai ndihmon gjithashtu edhe kundër bllokimeve të ndryshme, infeksioneve të ftohtit, virozave dhe alergjive. Çaji i rozmarinës është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të kokës, që shoqërojnë problemet e rrugëve të frymëmarrjes.
Çaji i rozmarinës përdoret kundër problemeve me mëlçin. Ekstraktet e bimës në veçanti janë të dobishme kundër problemeve, por si të përdorni çajin e rozmarinës si një përzgjedhje të mirë ushqyese? Përgatitja e këtij çaji është shumë e lehtë. Përbërësit e nevojshëm janë një filxhan me qumësht, një deg rozmarine thatë dhe një lugë gjethe rozmarin të thatë, dhe një lugë çaji me mjaltë. Ndajni degët të rozmarinës në 4 pjesë, 3 prej të cilave hidhini në tenxhere me qumësht dhe i lini të zjenjë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe lini të qëndrojnë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet të përzieni lëngun vazhdimisht. Shtypni copat e rozmarinës me lugë që të lëshojnë një aromë të fortë dhe të çlirojë në vajrat esencial. Shtoni mjaltin dhe çaji është gati. Njerëzit të cilët vuajnë nga pamjaftueshmëria e hekurit dhe anemia nuk duhet të konsumojnë këtë çaj sepse do të ulë aftësinë e trupit të tyre për të përthithur hekurin. Ky çaj mund të mos jetë gjithashtu i mirë për femra shtatzana dhe ata që vuajnë nga diabeti, të cilët gjithmonë përpara përdorimit të këtij çaji duhet të konsultohen me mjekun për të evituar ndërveprimet ose dhe efektet negative të tij në shëndetin tuaj. Ekspertët tregojnë se rozmarina është një bimë fantastike me ndikime të larta për shëndetin e përgjithshëm. Ndikimi që do t'i jap shëndetit tuaj do ta kthejë atë në një prej produkteve më të vlefshme për shkak të përfitimeve për shëndetin. Çaji nga rozmarina mund të përdoret për të përmirësuar shëndetin e të gjithë trupit, duke përfshirë shëndetin e trurit, zemrën dhe mëlçin. Çaji nga rozmarina mund të bëhet edhe në formën e saj të thatë. Në rozmarin mund të dedhni ujë të nxehtë, ta lini të qëndrojë për 3 deri në 5 minuta dhe të filloni të shijoni atë me të gjitha të mirat e kësaj pije të shijshme dhe shëruese. Rozmarina është një bimë e pasur me substanca të fuqishme për mbrojtjen e shëndetit. Çaji i rozmarinës është një burim i shkëlqyer i vitaminave A, B, C, D, E dhe K. Kjo pije aromatike ka një efekt të fuqishëm antioksidues, antiinflamator, antibakterial dhe antiseptik, që e bëjnë atë të shkëlqyer në parandalimin e problemeve të ndryshme dhe ruajtjen e shëndetit të gjithë trupit. Çaji i rozmarinës do të ndihmojë me tretjen e ushqimit. Konsumi i çajit të rozmarinës pas një vakti të rënd ndihmon në relaksimin e muskujve dhe sistemit tretës. Shkencëtarët kanë zbuluar se çaji i rozmarinës është i shkëlqyer për reduktimin e fryrjeve, lehtësimin e gazrave dhe dhimbjeve të barkut. Ai ndihmon gjithashtu edhe në stimulimin e kujtesës. Rozmarina stimulon funksionet e trurit. Ajo ka edhe efekte të shkëlqyera për kujtesën dhe për qëndrimin. Studimet kanë treguar se përmes konsumit të rregullt të çajit të rozmarinës, kujtesa dhe përqendrimi rritet deri në 30% në një periudhë 3 mujore. Gjithashtu, çaji i rozmarinës ka efekte të mira antiinflamatore. Ul nivelin e radikaleve të lira në trup dhe parandalon gjithashtu rritjen dhe zhvillimin e qelizave të këqija. Gjithashtu mund të ngadalësojë përhapjen e qelizave të dëmshme. Rozmarina lehtëson simptomat e ftohjes dhe të gripit. Kjo pije mund të lehtësojë migrenën, dhimbjet dhe kapsllëkun, të shkaktuara nga ftohja dhe gripi. Filloni ditën me çaj rozmarine, i cili ka veti të shkëlqyera dhe në rrimëkëmbjen e organizmit. Qetësoni mendjen dhe trupin dhe ju mbani gjithashtu më të fuqishëm. Çaji i rozmarinës është një përzgjedhje shumë e mirë kundër irritimeve të lëkurës. Çaji i rozmarinës mund të shtohet në banjo. Ai është i shkëlqyer për njerëzit që vuajnë nga qarkullimi i dobët dhe probleme të tjera siç është psoriaza. Kompresat nga çaji i rozmarinës mund t'i vendosni në lëkurë të thatë dhe të dëmtuar, si dhe në lëkurë të prirur ndaj akneve dhe puçrave. Ai ndihmon gjithashtu në reduktimin e niveleve të stresit. Pothuajse të gjitha llojet e çajit kanë efekte qetësuese në mendje. Përmes konsumit të përditshëm të çajit të rozmarinës, do të reduktoni në periudha afatgjata nivelin e hormoneve të stresit në trup. Përdorimet të tilla të këtij çaji mund të jenë fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Por ju bëj me dije se nëse merrni medikamente të caktuara dhe doni të përdorni vajin ose çajin e rozmarinës, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar ndërveprimet ose dhe efektet negative të tij në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.